si të sillemi thot me prindrit e pa drejt, posa që është me nonën e cila i tollovit krejt muhabetet. Respekti ndaj prindërve është obligativ, mirë po nuk nënkupton ky respekt që njeriu edhe me u robru karshi babës ose nonës. Respektin, për shembull, nëse nona i përzini tollovin të muhabetet, mos me çel muhabete, vetëm selam aleikum, mirë mëngjes, mirë mbrëma, të boft mirë, a don me çut e mjeku, a don me çut e daja, a don me çut dikon mysafir, hajde bleje që ta, edhe kaq, s'ki nevojë me hynë në muhabetet e thella me ta, që kaq. Dhe me thonë, jo me i sqaru çdo detaj edhe me fillu ajo mu përzi edhe mi tollovit muhabetet, tha filoni ashtu, tha fisteki ashtu, me shku me bo fitne në për njerëz. Ka dallim, me respektu, do me thonë, mos me ja thonë një fjalë keqe, mos me ofendu, mos me sha, mos me lon pa buke pa ujë. Po s'do me thonë edhe me ju rëbnu. Mos i qel muhabetet tilla, rri me kujdes me ta. Rri me kujdes me ta. Bën dua për ta. Lutu për ta. Edhe ti në punën tonë, ata në punën e vet.